Rikthehemi. Dëshiron që të ta thuash si koment në transmetim? Pra, po diskutonin për paragjykimin apo jo? Për paragjykimin, po. Lidhur me, domethënë lindi nga diskutimi që kishim me Zyshën për, le të themi, pa dashur të shprehemi keq, konkurrencën që lind midis prindërve për të nxjerrë në biseda me njëri tjetrin sa më shumë aftësi të fëmijëve për treguar që janë ta. Dhe po thoja që kur kam çuar vajzën në fillim që zgjodhi disiplinën e hipizmit, të kalërimit, në biseda të ndryshme kam hasur paragjykim. Kjo për faktin sepse duke i parë gjërat në një spektër më të gjerë, edhe për vendin në cilin ne jetojmë dhe se sa është e zhvilluar si fushë, më thanë që është një hobi, pra një kurs i cili nuk i ofron fëmijës asnjë gjë të, domethënë që të marrë një benefit të qëndrueshëm për të ardhmen e saj. Pra, shihet edhe kursi, pra edhe hobet shihen si diçka që ti patjetër mbrapsht duhet të marrësh një lloj shpërblimi domosdoshmërisht monetar në të ardhmen, pra që të përkthehet në një aftësi të fëmijës që do t'i sjellë të ardhura në të ardhmen, jo si diçka që atë do ta formojë si njeri, do ta zgjerojë, do t'i japë një mënyrë ndryshe të kuptuarit botën, disiplinë. Sporti në vetvete është disiplinë, është rregull. Absolutisht. Duhet të jenë fëmijët se s'bën në kurs sporti, Ariana, me qenë? Jo domosdoshmërisht. Ka fëmijë që nuk e duan sportin. Prindi nuk ka pse shtyn me forcë një fëmijë drejt sportit. Absolutisht. Ne kemi plot raste kur fëmijës nuk i pëlqen futbolli. Sot, duke qenë se prindrit janë të dhënë, prindrit flas, prindri baba në rastin konkret. Baballarët në përgjithësi duan që fëmia të jetë patjetër futbollist. Dhe po të shikoni pjesa më e madhe e fëmijëve janë me tutat e sportit gjithë në për këto fusha, ta thua se ne vetëm futbollist do t'i bëjmë fëmijët. Po ka fëmijë që nuk e duan absolutisht futbollin dhe janë të ndrydhur në ndjenjat e tyre thjesht për t'i bërë qefin prindit dhe shkojnë atje, lodhen, konsumohen si fëmijë, sepse nuk arrin dhe rezultate. Kjo është pjesa pasaj që ti e dëmton më shumë fëmijët. Psikologjikisht. Patjetër, sepse ai ndihet i ndrydhur, ndihet jo i si thua pjesë e grupit atje ku bën pjesë. Dhe gjitha këto ndikojnë pasaj në sjelljen e fëmijës. Pra, jo domosdoshmërisht i duhet ta çosh fëmin atje ku ti shikon gjithë grupin që po e çon. Jo. Në rastin konkret ishte hipizmi. Unë do thosha që është një gjë shumë e mirë, pse prek natyrën. Pra, fëmia kontakton me pjesën e kafshës. Pra, mëson nëpërmjet atij aktiviteti fëmia dhe mëson. Por mbi të gjitha, mëson disiplinë. Sporti në vetvete është disiplinë, po nuk mund të jetë sporti, po mund të jetë një kurs vizatimi ku fëmia ka talent, vizaton, po edhe vizatimi në vetvete disiplinë është, i jep një rregull, pse e mëson me orar. Pra, kaq ti do shpenzosh tek kjo gjëja, por duhet t'i japim dhe kohë siç i japim vetes tonë për të reflektuar. Edhe fëmia do kohën e vet për të reflektuar. Ne nuk e bëjmë. Po të shikoni, fëmijët sot janë robot. Prindi i pari është bërë robot, i dyti është fëmia pas tij. Çohet në mëngjes, do shkojnë në shkollë. Mbaron shkollën dhe unë kam mjaft mikesha që i kam fëmijët në after school. Pra, me vrap për ta marrë furgoni dhe për ta çuar në after school. Ky fëmia jam shumë dakord. Përveç detyrave bëjnë dhe aktivitete të tjera atje dhe unë jam shumë dakord me këtë pjesën. Ajo që më shqetëson mua sot është me shkollat tona publike, që pretendohet të çohet fëmia dhe të qëndrojë atje dhe të mbarojë dhe detyrat dhe të qëndrojë në shkollë. A kemi në një infrastrukturë? Meqense në after school-e flas për këto që janë jo publike, pra privatet. Ndoshta kanë disa kushte, sepse nuk e di si mund t'jenë kushtet atje që e kam pak komoditetin edhe për pjesën e fëmijës të qëndrimit. Por në shkollat tona, ky fëmia do qëndroj tërkohës në karrige? A mos është një kërkesë e prindërve kjo? I keni parë shkollat tona që po ju merren oborret? Keni parë, është beton. Çdo gjë është beton. Bar nuk ka njerë, kjo është pak po e sigurt. Ne mbajmë mend, ju të gjithë me zonjën për shembull, në shkollat tona ka pasur rër ku ti vrapoje, kërceje, paralele. Pra, sot kemi ca palestra që kanë ca shkallë të mbyllura, ku fëmia mund të shpreh të gjithë potencialin e tij emocional, sepse ne flasim dhe ne dim fare mirë që në periudhën sidomos deri në moshën 11-13 vjeçare, ajo që zhvillohet më shpesh është pjesa emocionale e fëmis. Prandaj kemi këto shpërthimet e fëmijëve që një herë janë agresiv, një herë qajnë, pra një herë si thua shpërtimet janë her pas here me emocion. Pra aty e kuptojnë që pjesa e zhvillimit në atë moment është pjesa emocionale. Atëherë, si ty japim këtyre fëmijëve pak relaks,
tua heqim pak anktin dhe stresin që kanë nga shkolla, ti lëm aty deri në ora 5 apo t'ju japim mundësinë që kjo ka qenë si zgjidhje për të ardhur në ndihmë prindërve që janë në punë. Po mirë, jam dakord me prindit. Në këtë rast pjesën e fëmijës. I kemi pyetur fëmijët, a duan fëmijët të qëndrojnë në shkollë? I keni parë ju mbaron ora e mësimit? Mezi presin të vrapojnë. Jo, po, edhe për pra nuk duan një mjedis tjetër, pra një mjedis që mos tjetë klasa, sepse klasa në vetvete ka atë pjesë që për secilin prej fëmijëve është përqëndrimi, vëmendja, rregulli, ama unë dua që mbas asaj ore, unë jam e rritur, mbaroj 8 orashin e punës, dua patjetër të bëj një shëtitje. Dua patjetër të shkoj diku në një teatr, të shkoj diku në një vend, pra të ketë mundësi të heq të, si thua, atë stres që ti ke akumuluar gjatë ditës, atë gjendje të tepërt emocionale ti ta çlirosh. Janë prindët e stresuar, se unë shikoj në Instagram kur janë ditët e pushimit, pa i paragjykuar. Sigurisht, jo, ku do i çojmë, sa shumë pushime, si do ja bëjmë sot, çfarë do bëjmë me fëmijët? Kanë sepse ka shumë që janë në pushime, patjetër, sidomos kur vijnë pushimet e verës, ajo është stresi më i madh. Edhe kur janë pushimet ato periudhat e shkurtra. Fëmijën kur është i vogël sidomos. Po. Një përgjigje. Shiko, nuk supozohet që do të jetë mësimi deri në orën 5 dhe fëmijët do rinë nëpër banga, ose do jenë në formën e mësimit. Po janë ndërmarrë goxha nisma pozitive, shumë pozitive i mendoj unë, siç janë art, zeje, sporti, ku fëmijët, shkolla, ne jemi të vetëdijshëm që shkolla mbaronte në 1:30. A keni klasa të tilla? Mbyllej dhe Kjo shkolla është nuk pyetja ime dhe nuk e vazhdojmë më tutje. Se dikur kemi pasur klasa e punës me metal, klasa e punës me dru që kanë qenë apo stafat ku fëmija mësonte. Ama sot kemi vetëm klasa me ca banga, me ca karrige. E di çfarë ndodh tani, shkollat i kemi të ndryshme. Shkollat e qytetit dhe qendrat urbane të mbipopulluara, kemi dhe shkolla që ka numër të vogël gjithsesi. Ky program do të zbatohet në ato shkolla, nuk do jetë i përfshirë, po them, sipas mendimit tim, nuk e di se si do të vijohet, në shkollat të cilat i kanë të kufizuar veprimtaritë e fëmijëve. Jo shkolla të mëdha, të cilat pallatet rreth rrotullt nuk kanë kopshte ku të luajnë fëmijët ose nuk kanë kënde. Shkollat jetë e hapur mbas dite dhe fëmia mund të zgjedhë po të ketë një kënd ku fëmija të mbjelli, fëmija ta preki me dorë, pra të marri një bim ta mbjelli vetë me dorën e tij në bashkëpunim me mësuesen. Po nuk i kemi këto gjëra. Do doja shumë të ishin këto që thua. Do jenë të shkolla të zgjedhë në varësi të mundësive që ka, në varësi të pozicionit ku ndodhet. Do me thëmë, me këto që na gjënden, do sajohemi. Do sajohemi. Po për shembull për shkollat, po themi shkollat e mëdha që do të kenë aktivitete të ndryshme si në sport, në kërcim, në talent, në pikturë. Kurse në një shkollë që ndodhet në një zonë që ka hapësirë dhe ka tokë, është bërë projekti Toka në shkollë, ku fëmijët mbjellin, ndërtojnë mjedisin e tyre, zbukurojnë. Këto qytetit nuk i prekim. Këto qytetit i mbjellim në shpinë, nuk ka problem. Ja prap, kjo është qasja ime, nga pikpamja profesionale, zhvillimit të fëmijës. Pra, kur flasim për fëmijët, flasim si për fëmijë në fshat dhe për fëmijë në qytet. Pra, kur dua një këtë fëmijë që të ke mundësi këtë orarin pas shkolle, t'ja bëj sa më argëtues, duhet patjetër të gjej ca aktivitete që ky fëmija ta ketë një qasje me dëshirë ndaj atij aktiviteti. Po nëse unë do i them sot me mësuesen do bëjmë vizatim, ai vizatimin e ka bërë në orën e vizatimit. Pra, prap të bëj vizatim nga e para? Kjo për mua nuk shkon, personalisht. Pra, është si unë mendoj, po patjetër, Katerina, është një shoj si kur ti t'ke shpexuar një gjë, ta lexosh edhe një herë nga e para. Dhe bëhet shumë e mërzitshme përveç se është për ditë, nuk është për një ditë. Në after school, fëmijët bëjnë aktivitete, bëjnë lojra, krijojnë. Pra, ajo që është e rëndësishme është që fëmijës t'ja nxjisë shkrimtarin. Pra, fëmija t'jetë kreativ, edhe ta lësh bosh. I jepi këtë tavolinën bosh dhe lëre të rri. Mos jep telefon, teknologji në dorë. Do t'a gjej një gjë, do marri, do ndërtoj një gjë me mendjen e vet. Pse? Sepse kjo është krijimtaria e fëmijës, ajo që ai e ka lexuar fantazia, tani vjen në krijimtari. Gjë të cilën ne nuk po ja ushqejmë fëmijëve sot. Ju falenderoj shumë, faleminderit, jemi në fund në fakt të bisedës, ju falenderoj, uroj që fëmijët së parit jenë mirë me shëndet edhe shpresoj shumë që çdo plan që ka, çdo projekt
të jetë sa më në favor të fëmijëve, po patjetër dhe të prindërve, po mbi të gjitha e mirë studiuar me ekspert dhe me profesionist. Dhe jo e bërë me eksperiment, siç ka ndodhur në fakt vitet e fundit me arsimin, ku çdo vit ka ndryshime sepse eksperimentohet, por harrojmë që këto janë brezat të cilët i kalojnë këto eksperienca përsipër. Do të shkojmë menjëherë në publicitet, takohemi pas pak për quizin e Komodita Home.